Kush merr abdes mirë ashtu siç duhet, i falen të gjitha gjunahet. Hadithi i parë. Hadithi i dytë. Kush merr abdes mirë ashtu siç duhet, dhe pastaj i fal 2 rekat namaz, i përkushtuar me zemrën dhe me fytyrën e tij, Allahu do t'ja fali të gjitha gjunahet. Të hadithat transmeton Ukbe ibn Amir. Ukbe ibn Amir thot, ruaja delet dhe shkova ditë me vonesë dhe pejgamberi sa po thoshte këtë hadith. Foli ky kur ngjoi pejgamberin sa që tha kështu, tha, sa mirë, i doli nga shpirti. Tha Omeri, prit se s'ke ngju diçka se erdhe me vonesë. Tha çfarë tha më përpara? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e merr abdesin mirë ashtu siç duhet, siç e përmenda unë fillim, me tresh. Kush e merr abdesin mirë ashtu siç duhet, dhe mas abdesit thot, ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, transmetimi Tirmidhiut, dhe tha, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, më bëj mua prej atyre që pendohen vazhdimisht dhe më bëj prej atyre që janë të pastër, do t'i hapen 8 dyert e xhenetit. 8 dyert e xhenetit. Hadithi i tretë, pejgamberi alayhis salam tha, subhanallah, kur e kam lexuar këtë hadith, më rënqeth të mishi pasha Allahun. Tha, nëse njeriu del nga shtëpia e tij me abdes për shku në xhami, i falen gjitha gjunahet, ndërsa ecmja dhe e falmja në xhami është plus. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Vetëm me dal me abdes për shtëpie, e më unis drejt xhamis të falen gjitha gjunahet. Po e ecmja, plus. Po e falmja në xhami, farzi, syneti, janë plus. I e pastru.